Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot do përgatisim së bashku një version shumë të veçantë dhe të shëndetshëm të tiramisus. Është një recetë që po bën xhiron e rrjetit, sepse nuk ka nevojë për mascarpone dhe vezë, por përgatitet vetëm për 3 minuta dhe me përbërës të shëndetshëm. Sigurisht që nuk ka as pak sheqer. Filloj me përgatitjen. Përgatisim një filxhan kafeje ekspres. Kafen tashmë e kemi gati, edhe përbërësit e tjerë unë i kam mbi suprin. Mund ta përgatisni me kos grek të recetë ose me kos të kulluar. Edhe ky kosi është i trash. Unë mundova ta kulloja, por nuk doli as pak ujë. Bashkë me kosin do shtojmë një lugë ekstrakt vanilje ose sheqer vanilje, çfarë t'ju ndodhet në shtëpi. 2 lugë të gjellës mund të themi me mjalt, i bëjmë një përzierje të mirë. Nëse do kisha, do i shtoja edhe lëkurë portokalli. Do i shkonte shumë kësaj recete. Kafen e shtojmë në një enë më të madhe me qëllim që të kemi mundësi të zhysim biskotat. 300 gram me kos e ndajmë në 2 gota. Natyrisht që nuk mbushen plot, pasi biskotat do e ngrenë nga vëllimi. I zhysim biskotat të gjitha në kafe dhe më pas i zhysim në kos. Kështu do vazhdojmë radhë derisa t'i mbarojmë plotësisht biskotat. Nuk e vura re se sa gram biskota ishin në këtë paketim. Mund të përdorni biskota savoiardi ose çfarë do lloj biskote që ju ndodhet ju në shtëpi. Si e pat, kjo ëmbëlsirë nuk kërkon pothuajse fare kohë dhe shija e saj është fantastike. Unë ja u sugjeroj që ta lini pak minuta në frigorifer që biskotat të thithin mirë aromën e kafes dhe lëngun e kosit. Vazhdojmë të vendosim edhe biskotën e fundit. Biskota do reqen dhe do fundosen plotësisht në kos. I kemi lëmë të pushojmë për 10 minuta i kam lënë unë, por mund t'i lini edhe më shumë ose më pak. Pak kakao sipër dhe kemi gati. Nëse ju pëlqeu kjo recetë, mos harroni të bëni like dhe të abonojeni në kanalin tim për më shumë receta të reja, të shëndetshme dhe tradicionale. Më tregoni në komente çfarë recete tjetër virale doni të shihni të përgatitura në versionin tim. Ky është momenti final për të parë çfarë kemi përgatitur. E gjithë masa duket si një krem, duken edhe shtresat e biskotës, por edhe të kosit të trash. Ka një shije perfekte. Ja u rekomandoj ta përgatisni këtë ëmbëlsirë, pasi kërkon shumë pak kohë dhe pak përbërës. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta ime sot për ju. Me dashuri nga kuzhina ime.